gjendja e opozitës është dëmtuese demokracisë, nuk ka diskutim kjo pjesë. Pra, në një demokraci funksionale nuk kupton që ti ke alternativa reale. Në moment që ti të mungon një alternativë reale, e cila potencialisht në të ardhmen mund të jetë qeverisëse, është dëmtuese për demokracinë. Për kontributin e mazhorancës në dobësimin e kësaj. Po, në këtë pyetje ta kuptoj shumë, ta mirë kuptoj shqetësimin, por kjo tentativa për të parë problemin tënd të tjetri, të njëjtën gjë mund ta themi për Partinë Socialiste, për çfarëdo lloj force politike, për mua është e gabuar. Sepse askush nuk e detyroi për shembull Partinë Demokratike që të tregonte një agresivitet i cili nuk i shkon shekullit të 21 në këto zgjedhje. Askush nuk e detyroi Partinë Demokratike që të bënte lista kandidatësh të cilët perceptoheshin si jo përfaqësues. Asnjëri nuk e detyroi Partinë Demokratike që të gënjente përmes procesit primar, pra ta humbiste edhe më tej besueshmërinë e vet. Në këtë kuptim, krijimi një fryme opozitare e cila do të mundet që të vendosi të mundet të jetë zgjedhshme nga qytetarët, është për së pari një çështje e opozitës. Ditën e zgjedhjeve qytetarët përballen me alternativa, ku asnjë alternativë s'është perfekte. Dhe përballen me alternativa dhe votojnë në fund ditës në masë ata alternativë që ata besojnë se është më e mira ndër to. Çfarëdo që të mund të bëj një shumicë për të dërmuar opozitën, që dhe opozita tenton gjithmonë të dërmojë shumicën, është e pamjaftueshme nëse fryma e cila jep opozita do të jetë një frymë që do të krijojë besueshmëri te qytetarët.